Pastaj një zemër që ka prirje për të falur, është zemër e cila nuk lë hapësirë që të ketë urrëtitje në të. Një zemër e shëndosh nuk lë hapësirë që të ketë urrëtitje ndaj besimtarëve. Nuk lë hapësirë që të ketë urrëtitje ndaj familjarëve. Pa marrë parasysh se çfarë mund të ndodhë mes tyre. Pa marrë parasysh se çfarë probleme mund të kenë ata. Pra nuk është e rastishme që Allahu e ka sprovu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me probleme familjare. E ka pas probleme jashtëzakonisht serioze familjare, probleme shumë të mëdha. Nuk ka qenë e lehtë për të me dalë axha i vet në publik para krejt njerëzve që i ka thirrë dhe i ka tubu, edhe i ka thonë o burra, ju këtë njihni mua, po, ka thonë nëse unë ju them që prapa kësaj kodre është duke ardhur një ushtri që do më na sulmu, a do të më besoni të mua? Po, sepse ka qenë El Emin, i sinqerti, besniku i shoqërisë. Ka thënë atëherë po ju tregoj se unë jam pejgamberi i Allahut. Në këto momente kur krejt kanë dëgjuar dhe kanë pritë çfarë ndodh, o qua axha i vet Ebu Lehebi dhe ka bëu hor pejgamberin e Allahut. Para krejt masës. I ka thonë, a për këtë naftove ti o Muhammed, tu thafshin dur, tu thafshin. Hec ka thonë mos e ngoni këto çka flet. Kjo ka qenë shumë e rëndë. Axha yt. Po i njëjti, së bashku me gruan e tij, ndytësirat e kafshëve, i kanë marrë dhe ja kanë hedhur në qafë ku ka rënë sejdë. Axha, gruaja axhës me ta bëni gjë të tillë. Me thur kurthe kundër teje, me organizu komplote, me dash me të vra, me dal me luftu kundër teje. Edhe këto i ka të kalu. Vetëm një zemër e madhe, një zemër e shëndosh e bën një gjë të tillë. Para mendojeni, edhe pse i ka merituar axha vet, me ia thon krejt këshijat e dynjas. Ebu Lehebi e ka meritu me i thon qafir, e ka meritu me i thon ku është një e keq dhe një azez, kur s'ja ka thon goja ati, veç për shkak se e ka pas aq. Ja kalon Allahut, është Allahu ai që ka fol për Ebu Lehebin. Tabbet yada Abi Lahabin wa tab, edhe Allahu e ka mbyll këtë kapitull, edhe këtë çështje. Nuk mund me gjet asnjë transmetim të vetëm ku pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka fol qoftë edhe fjalë të keqe për axhin e vet, ndonse e ka merituar me i thon. Nuk i ka thon kurr. Edhe pse ja ka bot zezat e dynjas. Pse? Ai e ka ruajt nivelin e vet. Besimtari i devotshëm e ruan nivelin e vet. Besimtari i devotshëm është i vetëdijshëm se Allahu është duke e pa, Allahu është duke e testu me familjarët afërt, me familjarët largët, me padrejtësitë shumëta që burojnë pikërisht nga këta familjarë. Mund të jenë nga ata që ti ke bën më shumë ti për ta. Nesër mund të jetë djali yt, vajza jote, hasmi më i madh i yti, ruan Zot, mund të ndodhë edhe kjo. Ka ndodhur për gjatë historisë njerëzimit. Mund të ndodhë në të ardhmen. Por kjo nuk do të thotë që na do të me ul nivelin ton. Përkundrazi, na do të me ruajt nivelin ton atëherë kur provokohet niveli ynë. Atëherë kur cenohet morali ynë.